8 marsi, dita e mësuesit, e cila është nesër, u festua sot në shkollën nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Nxënësit këtë mëngjes zgjodhën lulet dhe kartolinat për të uruar festën dhe për të shprehur mirënjohjen mësuesve të tyre. Ndërkohë, nxënësit e mësuese laureatës ndërtuan një ekspozit me lule të pikturuara për t'i treguar mësueses së tyre dhe stafit pedagogjik të shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa se sa të veçantë janë dhe për t'i falenderuar për kontributin që japin në edukimin e tyre. 7 marsi është një peshqesh i bukur që na dhuruan patriotët të cilët mbajtën gjallë gjuhën shqipe. Një peshqesh i bukur jo vetëm si figurë për mësuesin, por për rolin e tij të rëndësishëm në transformimin e shoqërisë dhe në emancipimin e saj, në formimin e shtetit dhe në kulturën e një kombi. Sot, kjo ditë e bukur më gjen mes nxënësve të klasës së parë, të cilët me shumë dashuri ja kanë kushtuar këtë ditë urimet më të bukur për 7 dhe 8 marsin me punimet e tyre, ku në qendër të këtyre punimet janë lulet, si simboli i të gjithë festave. Kanë punuar me shumë përkushtim, me shumë dashuri dhe padyshim duke patur pranë edhe impenjimin e nënave të tyre, të cilave unë i falenderoj me gjithë zemër. Me këtë rast, ju uroj të gjithë nxënësve, gëzuar festën e 7 marsit është një festë të cilën e festojmë të dy bashkarisht. Gjithashtu, me këtë rast që më jepet sot, uroj dhe të gjithë mësuesit kudo që ndodhen gëzuar festën e 7 marsit. Faleminderit, por dua ta mbyll edhe me një thënie të Victor Hugoit, i cili thotë: nënpunësit më të rëndësishëm të një shteti janë mësuesi dhe prindërimi. Faleminderit dhe gëzuar të gjithëve festën. Pavarësisht festës, mësimi është zhvilluar normalisht.